Kryesia re e AAK-s Dega Nexhakov mbajti mbledhjen e parë në udhëheqjen e kryetarit të ri Ardian Xhini. Burbuçe Deva Bakia, kryetare e Aleancës së Gruas dhe anëtare e kryesisë së re, pohoi se kjo mbledhje më shumë ka të bëjë me konstituimin e kryesisë. Po, sot e kemi mbledhjen e parë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është mbledhja e parë e kryesisë, me çështjet e kemi të bëjmë me konstituimin e kryesisë së Aleancës Degës Nexhakov. Risi e kësaj mbledhje janë figura të reja në radhë të kryesisë, pohoi Bakia. Por risi ka sigurisht, ato janë pa edhe deri më tani në aktivitetet të cilat janë zhvilluar, për shkak se kemi figura të reja që kanë ardhur në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe kemi autoritetet të reja, duke filluar nga kryetari i Degës së Aleancës, kryetarja Grus, kryetari të rive, gjithë janë figura të reja, duke mos përjashtuar kontributin e aktivistëve që kanë qenë deri më tani. E veçanta e kësaj mbledhje është vullneti dhe entuziazmi i gjithë anëtarëve të kryesisë, si anëtarët e deri më tanishëm që kanë qenë anëtarë të Aleancës, po ashtu edhe anëtarë të ri kanë shprehur një gatishmëri dhe vullnet për bashkëpunimin tonë të mëtotjeshëm drejt fitoreve dhe sukseseve të reja. Së shpejti pritet që Aleanca të shpalosë edhe programin e saj mbi çështjet e qeverisjes lokale në Nexhakov, pohoi anëtarja e kryesisë së AAK-s në Nexhakov Burbuçe Deva Bakia.